26 mars, njëri ndër shtetet më të fuqishme të Afrikës, e dyta për nga fuqia ekonomike pas Egjiptit, Kenia vendosi që të e njeh Republikën e Kosovës. Lajmin e kishte dhënë shkret diplomati Behgjet Pacolli, duke ndarë fotografi të ceremonisë së nënshkrimit të njohjes krah presidentit të Kenias William Ruto. Një muaj më pas, 12 prill, një tjetër shtet afrikan i gëzoi kosovarët me lajmin se e njeh Republikën e Kosovës shtet të pavarur dhe sovran. Lajmin për njohjen e dytë e kishte shpërndar presidentja Vjosa Osmani. Nga Afrika në lindjen e mesme, diplomacia kosovare korri suksesin tjetër më 29 tetor. Republika e Sirisë e posadalur nga një luftë e gjatë për liri e njohu pavarësinë e Kosovës. Edhe ky lajm ishte shpërndar nga Osmani, duke shpërndar fotografi nga takimi i përbashkët me presidentin Al Shara dhe princin e kurorës së Arabisë Saudite, Mohammed bin Salman Al Saud. Cikli suksesshëm vjetor në diplomaci u përmbyll më 19 dhjetor me njohje nga Bahama, shtet përballë Miamit, Floridas në SBA. Njohja e fundit për këtë vit është njohja numër 121 për shtetin që u shpall i pavarur më 17 shkort 2008. Nëse mosnjohjet janë dështimet e politikës aktuale, atëherë njohjet janë merite tyre, të ndihmuar nga aleatët, por edhe faktorë si zhvillimet gjeopolitike. Ky është konstatimi i ish diplomatit Syl Ukshini, ish ambasadori i Republikës së Kosovës në Shqipëri. Por Ukshini në këtë sukses të Kosovës sheh edhe një anë tjetër, atë të dështimit të Bashkimit Evropian që nuk lëvizi në ndihmë të Kosovës për të marrë njohje nga peshqja europiane. Në këtë pikë Bashkimi Evropian ka dështu për t'i bindur, sigurisht si cilë vend e ka politikën e vetë, por ne flasim edhe për politikën e përbashkët Bashkimit Evropian, politikën e jashtme. Dhe në këtë pikë unë mendoj që Bashkimi Evropian, aq më tepër që është edhe facilituesi i dialogut, unë mendoj që Bashkimi Evropian nuk ka qenë në nivelin e dëshiruar dhe nganjëherë më ngjan bile më jo koheziv se në vitet 1990, madje para Maastrichtit. Bazuar në këtë realitet politik, brenda Unionit Evropian, Ukshini vlerëson se as e ardhmja nuk do sjellë lajme pozitive. Nëse Perëndimi ka tentuar me ndërtu një sukses në Kosovë, atëherë vetë vendet e Bashkimit Evropian, 5 vendet me qëndrimin kundër shtetësisë Kosovës, në fakt po e minojnë pozicionin e Perëndimit brenda Kosovës. Kështu që sa e dëmtojnë Kosovën, unë mendoj që këto 5 vende po e dëmtojnë edhe prestigjin e vetë BE-s dhe politikës së jashtme të Bashkimit Evropian. Që nuk pritet të ketë lëvizje nga peshqja mosnjohëse e BE-s. Pajtohet edhe njohësi i zhvillimeve ndërkombëtare nga Shqipëria, Ben Andone. Duke nisur nga kompleksiteti politik i brendshëm dhe rajonal, njohja nga Greqia sipas Andonit është e paparashikueshme, e për të tjera shtete edhe më komplikuar. Ndërsa për sa i përket vendeve të tjera, nuk besoj që ato të ndërmarrin një hap të tillë. Ato jo vetëm që nuk e kanë këtë si angazhim, por nga ana tjetër për shkak të problematikave të brendshme, sidomos Spanja, me Katalonien, me Baskët, nuk besoj se do e njohin ndonjëherë Kosovën. As Slovakia nuk besoj të njëjtën gjë, sepse gjithmonë më shumë narrativa e tyre ndaj shqiptarëve dhe jo vetëm Kosovës është jashtëzakonisht e ashpër dhe jashtëzakonisht cinike. Andoni mendon se Kosovës i duhet vetëm kushtëzimi ndaj Serbisë dhe nëse shtetet e rajonit futen si grup në Bashkimin Evropian, atëherë edhe mosnjohja nga peshqja nuk paraqet problem. Sipas tij në vitin që po hyn mund të ketë ofenzivë diplomatike dhe presion ndaj Kosovës nga Serbia. Se Serbia do të fillojë në këtë moment betejë shumë të madhe ndërkombëtare për sa i përket nxjerrjeve të realiteteve që ata kanë me premtimin për çnjohjen e Kosovës. Unë besoj që një pjesë është blok e asaj që po bën Serbia, por megjithatë dyshoj që Serbia duhet të ketë gati 2 ose 3 plane të vendeve të ndryshme për mos ta njohur Kosovën për të hequr çnjohje, domethënë, dhe kjo do jetë sfida më e madhe tashmë. Spanja, Rumania, Slovakia, Greqia dhe Çipra janë 5 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian që ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës.